zgjedhjeve sa janë serioze, le të themi kjo nënshkrim i këtij vendimi në prag të zgjedhjeve për një vendim të tillë? Duhet kuptuar një çështje, sepse nuk do duhej asun të interferojnë në aspektin e qendrimit politike. Por fakti që tani më kemi një vendim për nismje të një grupi formal o punues të këtij formacioni për të krijuar këtë agencion brenda Ministrisë së Punëve të Brendshme, nuk do të thotë që nuk ka punu në vazhdimsi. Pra, mund të themi që kjo nismë ka filluar në aspektin profesional brenda mekanizmit të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe të Policisë Kosovës para një periudhë shumë të gjatë, është analizuar madje edhe drejtori i Policisë së Kosovës Gazmend Hoxha e ka potencuar në një nga intervistat në një medium publik të Republikës Kosovës se është mirë se ne do duhet ta kishim një zëndërmari për ta mundësuar një sepse ka filluar një shtrëngarkim i strukturave tona policore në pjesën veriore. Është po me çështën e pjesës veriore. Prandaj është si element kyç është analizuar nga grupi punues formal në pjesën e mekanizmit përkatës të Policisë së Kosovës dhe më pastaj si produkt final ka shkuar në tavolinë e ministrit, i cili e ka shfrytzuar politikisht një gjë të tillë, është e drejtë atij sepse veprimet e tij shfrytëzohen politikisht, por asesi ne nuk duhet ta balltosim një nismë të tillë e cila i shërben sigurisë nacionale të Republikës Kosovës. E përmende që Gjandarmeria edhe Policia e Kosovës ka kërkuar, është mirën e policisë, por po flasim se Gjandarmeria do të mbulojë përgjithësi pjesë e kufirit.